Kryeqyteti ditës së verës, Elbasani, ka pritur me hare, këngë e parada 14 marsin, festën që simbolizon largimin e dimrit dhe ardhjen e pranverës. Qyteti u shndrua në një skenë të madhe festive, ku qytetarë nga i gjithë vendi u mblodhën për të festuar me familjarët. Ne kemi Elbasani se ka asnjë tjetër. Po na kanë marrë tjerë, na mori Tirana, na mori ta rreth e tjera, kot. Ne kemi Elbasani me tradicion e vjetër. Tradita ruhet në çdo vit. Ruhet çdo vit. Dhe festojmë Elbasani ka traditë, edhe si fest vetëm ne kemi. Ballakume ti keni bërë? Po, normale që është ballakumja është traditë, edhe ballakumja është pjesë. Kjo fest tregon që po vjen pranvera, zonë, çdo gjë. Nga vini? Nga Korça. Keni ardhur vetëm për ditën e verës? Po, vetëm për verës. Kishim dëshirë edhe ardhëm. Është e parë Po, ere parë që vim fest. Si ju duket Elbasani? Shumë bukur, na ka pëlqyer. Edhe karnavalet e fëmijëve të shkollave me kostume të gjalla dhe ngjyra pranverore i dhanë gjallëri qytetit. Po ashtu, edhe këtë vit nuk munguan panajiret dhe produktet tradicionale, ku mbizotëronte ballokumja. Një urim për ditën e verës e bëri edhe kryeministri Edi Rama, duke postuar këtë video. Pjesë e atmosferës ishte edhe komisionerja e Bashkimit Evropian për zjerimin, Marta Kos. I'm very happy that I came on a summer day. Është kënaqësi që kam ardhur në këtë qytet ditën e verës. Kam pasur mundësi të shkoj në disa projekte shumë të rëndësishme që financohen nga BE. Do të përpiqemi që këto fonde të vinë se secili bën një punë të mrekullueshme. Dua të them se dje u takova me aktorë të ndryshëm dhe mund të them që Shqipëria ka ecur në mënyrë të mrekullueshme. Ka ende shumë punë dhe reforma për të bërë, por nëse është ritmi i tanishëm do të përfundojë në vitin 2027. Besoj që së shpejti, por ka ende detyra shtëpie për të përfunduar. Bashkimi Evropian mund të mos jetë me 27 vende anëtare dhe shpresoj që Shqipëria të bëhet vendi i 28. Pjesë e festës është edhe koncerti i mbrëmjes, ndërsa më 15 dhe 16 mars do të ketë aktivitete për fëmijë dhe evente të tjera kulturore.